kam thënë që mos të të vinë ty. Nuk është halli pse më kanë ardhur mua. Halli është se si e diskutojnë dhe ma thënë dhe në mënyrë të shëmtuar. Gjë që unë se besoj shumë se që thonë ka. Po të arrish ta kuptosh këtë lëgjë që këtu nuk... E diti që gjithë ta këtu e kanë mënën kush do dali sot të shtunën në prajmë, prandaj po zihen gjithë. Po edhe ti prandaj e do Eugenin jashtë, e ke pa që rinë më mua. Eugenin jashtë? Se po i thoje do dalësh, prandaj po e bëm, po mundohesh ti heqësh gjithë ata, ti invitosh gjithë njerëzit që rinë për meje. Unë kam me Angelën, nuk kam me Eugenin. Sa për informacion. Kam me Angelën. Se Angelën ka përmend mua aty në diskutim që s'kishte fare lidhje, fare këtu. Aty të ka jo tavolin ku ishim, se i vura për poshtë dhe tha shu, si që bëje me Stelinën ke përputhën dhe tiku zëri kur erdi këtu. E kuptan? Filloj hodhi cakunja. Deri sa e hëngri turive, se i tha shumë edhe kur kam qenë këtë Top Albania Radio, më ka bëri gazetare intervistën, edhe të përshëndet shumë. Edhe filloj si pullat pasaj, jo për informacion nga jashtë, jo për informacion nga brenda. E kuptan? E përdori mes tavolinës gjithë. Kisi, unë jam ka jo tavolina. Nuk isha dite, nuk isha më, isha vetëm. Aty me isha se kam gjuh bisedën që ke bë me... E kam gjuh këtë të të ke gjuh, ako më mirë. Edhe ma, do me thënë, po shumë e shumë tuar. Ajo goca nuk është këtu. Edhe le mos tjetë. Edhe ma kanë diskutuar kur ti s'ke ishe këtu 3 ditë e para. Po pra, po fare. ne kemi zgjedhur që ta kemi publike Kisi. Edhe i publike kishte më, se jam persona VIP. Dhe qa më intereson mu? Po më gjyte aty ku më dhem mu, do të gjyte unë aty ku të dhem ty. Po pse s'mundohesh ma tregosh mua ku të dhem, okej, si po ja tregon të tjerëve. Po ti e di që unë e zor e shprem, unë e zor flasë, më mirë me mua të bëjnë. Po mirë, për qa erdha prap tu, kot, në bo ma bet, ta thu se s'kam ato delet aty për t'i bo... Bëj qa duash, unë nuk kam që të them. Jo, ma unë erdha prap tu. Realisht nuk kam që të them, unë me dojshme që kam fërë mjaftushë.